Edi Rama ka një problem moral. E kam marrë me thonjë të paprerë si refugjat nga Parisi dhe e kam sjell të bëj pjesë në ekipet tona qeverisë dhe përfaqësuese. Unë mund të kem bërë shumë gjëra, por e nxorra nga bataku i thyerjeve, nga refugjat dhe shitës ikonash të vjetura në kohën e Saliut, në ministër dhe kryetar të bashkisë më të madhe të Shqipërisë. Vjen shumë keq në dhimbset që aventurizmi i këtij masonit pasuruar Edvin Ramës në Shqipëri, vend Partinë Socialiste nuk po ndalet dot në askush.